Brenda muajit shkurt, Bashkia e Tiranës do të nisë zbatimin e projektit të biletës elektronike për transportin urban. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj tha se për këtë pritet miratimi i vendimit nga Këshilli i Ministrave. Në mbledhjen e sotme të Këshillit Ministrave, kalon vendimi i Këshillit Ministrave që i jep mundësinë Bashkisë së Tiranës të emetojë biletën elektronike. Dhe më në fund Tirana do të jetë qyteti i parë dhe bashkia e parë në Shqipëri që do të kalojë në një sistem elektronik, ku nuk do ketë më kontakt me faturinë dhe inspektor, e sigurisht nuk do ketë më shkëmbim biletash fizike, të cilat janë gjithmonë një hapësirë për abuzim. Sipas kryebashkiakut, përveç detyrimit për zgjatjen e orarit të shërbimit, në të gjithë urbanët do të instalohen GPS dhe qytetarët do të kenë mundësinë të shohin vendodhjen e autobusit. Brenda këtij muaji të gjitha linjat do të kompletohen dhe unë besoj që ky informacion s'do të jetë monopoli i bashkisë. Këtë informacion duhet ta ketë çdo qytetar i Tiranës. Dhe shumë shpejt ne do të bëjmë dhe një integrim me aplikacionin Tirana Ime dhe shumë shpejt do të bëjmë një integrim me tabelë elektronike në çdo stacion autobusi, që qoftë ai që pret ose qoftë ai që përgatitet të dalë nga shtëpia, ta di eksaktësisht ku është autobusi, duke e parë në GPS. Deklaratat Velia i bëri gjatë një takimi për transportin publik. Në inspektimin e linjave.